Student, intelektual, aktivist si dhe qytetar të Shkodrës morën pjesë në marshimin sensibilizues në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për të zhvilluar provimet e tyre në gjuhën shqipe si një e drejtë e legjitime. Me pankarta në duar, ata marshuan në qendër të Shkodrës në mbështetje të tyre. Sot janë mbledh student, përfaqësues shoqërisë civile, përfaqësues dhomës avokatisë Shkodër në lidhje me mbështetjen e studentave shqiptar në Maqedoninë e Veriut, që kërkojnë që provimet e tyre shtetërore zhvillohen në gjuhën amtare, gjuhën shqipe. E drejta e arsimimit është një drejtë që buron nga Konventi Evropian e Drejtave të Njerëzit dhe nga protokolli numër 2 i kësaj konvente, të cilët i japin një detyrim çdo shtetit për të arsimuar çdo individ. E drejta për të arsimuar në gjuhën tënde amtare është një drejtë po ashtu që mbrohet nga këto akte ndërkombëtare dhe studentët shqiptar nuk kërkojnë asgjë më tepër se sa respektimin e këtyre drejtave të cilat janë të mbrojtura nga legjislacioni më i lartë i Këshillit të Evropës dhe i Bashkimit Evropian. Ndaj ne sensibilizohemi me to dhe ju bëjmë thirrje çdo aktori, ministrit jashtëm, ku vendi i Shqipërisë të miratojë një rezolut dhe t'i drejtohet vendeve të Këshillit të Evropës për të mbrojtur të drejtat e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, që të respektohet e drejta për të studiuar dhe për të patur kurrikula në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe. Ekzistenca e jonë si popull, si komunitet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjitha vendet e tjera, pra ku ka shqiptar, që janë Kosovë, Maqedoni e Veriut, Malizi, e tjerë edhe Greqi, ne ekzistojmë për shkak se kemi ruajtur zakonet dhe mbi të gjitha gjuhën tonë. Duhet të ruajtur kjo gjuhë, duhet të konservuar dhe kjo bëhet vetëm duke patur kurrikula dhe duke studiuar në gjuhën tonë. Jena në mbështetje të shqiptarëve të Maqedonisë, sidomos studentëve që ta bëjnë provimin e tyre në gjuhën shqipe, domethënë, nga që është pjesë e jona, është pjesë e trevës. Mendoj se pavarësisht se ne si student dim shumë gjuhë të botës, por gjuha shqipe ngelet një ndër gjuhët më të vështira dhe më të rëndësishme të popullit shqiptar. Mbështet në këtë protestë sepse një mbështetje e vogël mund të bëjë shumë ndryshime të mëdha. Marshimi u mbyll në sheshin pranë Bashkisë së Shkodrës, ndërsa në ditët në vijim pritet të ketë edhe angazhime të tjera në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut.